Bismillahirrahmanirrahim. Po lexoja në historinë e të shkuarve dhe gjeta për rastin e një burri të urtë, i cili jetonte në zemër të Bagdadit. Për arsye të caktuara, jetesa e tij u bë e vështirë në qytet dhe vendosi që të largohej nga Bagdadi drejt Mekkës. Shiti shtëpinë e tij për 1000 dinar dhe ishte pasuria e vetme që kishte. Në atë gjendje të vështirë, së bashku me një shërbëtore që kishte, u nisën drejt Mekkës. Gjatë rrugës, uleshin për të pushuar. Pasurinë e tij e kishte mbështjellë dhe ja kishte lënë amanet shërbëtores. Dhe ajo, kudo që uleshin, hapte një grop, e vendoste atë pasuri dhe kur ngriheshin për të rinis udhëtimin, e merrte me vete. Dhe kështu, derisa mbërritën në prak të hyrjes në qytetin e shenjtë. Gjatë pushimit të fundit, shërbëtorja e gropos qesen me flori dhe në momentin kur ngrihen për të mbërrit drejt Mekës, ajo e harron pasurinë në tokë. Ata e vazhdojnë udhëtimin, mbërrin në Mekë dhe kur zotëria i kërkon pasurinë, ajo thotë se e kam harru në vend pushimin e fundit. Ati i erësohet pamja, zemërohet, e man veten e tij dhe kthehet mrapsht për të kërkuar për pasurinë e tij. Thot, për rreth atij vendi ku ishin ulur për të pushuar, sheh një djalë të ri, një çoban, i cili kishte një tufë me dhenë. Përshëndetet me të dhe teksa e sheh në atë gjendje, djali i ri e pyet, "Çfarë kërkon o aq?" I thot, "Po kërkoj për pasurinë time." I thot, "Çfarë pasurie?" I thot, "Këtu para ca kohësh kam ardhur, kam pushu dhe shërbëtorja ime ka gropos një qese me flori." I thot, "Ma përshkruaj atë." I thot, "Një qese me ngjyrë të kuqe, ku mrena ka 1000 dinar." I thot, "Nëse unë ta gjej atë, çfarë përfitoj?" I thot, "Gjysmën e shumës." Dhe djali i ri i nxjerr nga xhepi dhe i thot, "Urdhno, unë e kam gjetë atë." Dhe burri i urtë merr të jap gjysmën. Çfarë i thot djali i ri? I thot, "Jo, në asnjë mënyrë. Nuk ka pse unë të këmbej amanetin tim për 500 dinar dhe refuzon të marr qoftë diçka shumë të vogël nga ajo pasuri." Zotnia, burri i urtë, e pyet, "A je i lirë? A je rob?" I thot, "Jam shegërt i zotnis tim." Pra është sklav. Kush është zotnia e jot? Dhe shkon të takoj atë. I thot, "A ma shet këtë djalë bashkë me kopen e tij." Dhe në njetin e tij, burri i urtë kishte vendosur që ta blinte lirinë e djalit dhe kopen dhe t'i adhuronte atë, të jetonte i lirë. Veç për një fjalë, veç për një vepër të vogël. Zotëria i thot, "Po përse do në ta blesh këtë djalë dhe kopen e tij?" I thot, "Sepse ka ba me mu një vepër të jashtëzakonshme." Dhe i tregon historinë. Çfarë thot zotnia? Thot, "Të ka ba ty një të mirë një herë dhe do në ta shpërblesh në këtë mënyrë, ndërkohë që ai çdo ditë më bën mu të mira pafund." I thot, "Merri paret tuaja dhe ky djalë bashkë me kopen është i lirë dhe ajo është hallalli i tij." Të dashur, shikoni, në jetën tonë të përditshme, ka momente edhe ka veprime që peshojnë sa një jetë, sa liria vetë, sa një pasuni, sa një kope, e ma shumë. Mirënjohja për të mirën që të bën dikush është borxh në qafen e gjithë secilit. Por mbi të gjitha, ruajtja e amanetit është mirësimi i mirësit. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famëlar, teksa na tregon për cilësitë e besimtarëve, na thotë se janë për atyre që amanetin e tyne edhe besën e tyne e kanë të shenjtë, e ruajnë, e mbrojnë. Dhe mendoni për pak se sa gjana i kemi amanet në këtë botë. Sa gjana na i ka lënë Zoti i gjithësisë amanet për t'i ruajtur, pra janë në besën tonë, duke nisë nga fryma që marrim, duke nisë nga koha,
duke vazhdu me çdo gjë të mirë me cilën Zoti i Gjithësisë na ka begatu. Marrëdhëniet tona shoqërore, ato familjare, farefisnore, komunikimi jon i përditshëm me njerëzit, mënyra se si i qasemi jetës, është amanet. Me e ruajt amanetin është pasunia e madhe, që jo çdo kush ka aftësi të dëshmoj veten e tij si besimtar. E që do të thotë se me rujt amanetin dhe mos me kërku për karshi rujtjes e amanetit një shpërblim, është cilësi e fisnikëve, e besimtarëve fisnik. Allahu ju baf për tyne. Allahu ju dashtë.